Quhem Abdurrahman Aslani, i lindur 1960, këshon përgjithsi shkollimin në lartë të kumë krejnë Siri, edhe pastaj jam kanë edhe si mualim gati 35 vitin në Kadiqeshëm, në gjami Kadiqeshëm në reqist vogël, i thonë. Tash jena në ambientin e Mezhlisit Asër, konkret dhe më thonë qendra e Hivzit, që quhet Molla Mahmud Efendi Aslani. Në kohën e komunizmit, normal, dhe më thonë, baba ka fillu punën e ti herët, po këtu prej Tetov, ka fillu prej 1967, ndërsa o konë edhe si imam ma herët në për fshatën, në fshatin Kapishtë Nëllë, thonë, a nejna prej fshatit Qiflik, afer, dhe më thonë atë diku, dhe në 1967, kalojmë në Tetov dhe punësohet në xhamin e Pashës si mualim. Këtu, si përmendëm ina në qendrën e Hivzit, apo konkret dhe më thënë në muzejnë e Hoxhës, ina mundu që parafërsisht dhe më thënë diçka dhe më thënë që i kanë ngel prej kujtime të ti, të bëjmë, edhe pse nuk është e kompletume, inshallah i kompletojmë në të ardhmen. Kjo është e fillimi vetëm. Këtu, si e shohim në Molla Mahmud Efendiu, ai punën e fillonte prej mëngjesit. Jo prej mëngjesit, por mund të thuash, më thënë lirisht, edhe para sabahit. Dhe më thënë, para namazit të sabahut. Ka disa talebe, të cilët kanë mësu hafiza, deklarojnë se unë thëtë vetëm një herë e kom nxjerrë dersin mbas sabahit, mbas namazit sabahit. Dhe më thonë, vazhdimisht para sabahit, që do të thotë, është dash një orë e ma tepër, dhe më thonë, hoxha të esin xhami. Dhe më thonë, ka fillu para namazit të sabahit një orë. Këtu, në fillim, prindi, dhe më thonë, atë mësimin e ka zhvillu në xhamin e Pashës, te mafiljet, që në mafiljen e xhamis Pashës. Aty kushtet kanë qenë shumë të vështira, dhe më dhe nuk ka pas kushte. Edhe bile dikush e ka pyet njëherë, i ka thonë, si mundesh dhe më thonë t'i krysh gjithë të punë prej mëngjesit, e deri dhe më thonë mbas akşamit, e përmëndoj njëherë edhe mbas jacis, si e përballësh, ka thonë, për me e fitu mëshirën e Allahu Xheleshanu, pa tjetër duhet kalohet në për vështërsi. Pa vështërsira, dhe më thënë, nuk arrihet rahmeti Allahu Xheleshanu. Edhe këtu, normal, dhe më thënë, është e ki bukalli këtu, që ka marrë abdes. E kanë ngronë në rinjë, e keni parasysh. Këtu kena poshtu edhe pjatën, lugën, edhe gotët që ka pi hoxha, nga se në kohën e komunizmit, a i ka qeni veçantë. Edhe unë mendoj se suksesi i ti përveç qerash, është se ai ka qenë edhe i devotshëm. Shumë një rujt haramit. Në më thënë, asë njëherë nuk ka hangër mish jashta. Pa edhe në shpinë për shembull nuk kena hangër mish prej kasapit që i thonë. Parashnisin nuk më shterë me bismillah. Në më thënë, ka qenë shumë i kujdesshëm natë. Edhe normal, dhe më thënë, ne për çdo ditë ja kena qu në xhami, aty dhe më thënë, ka hangër. Qka kena përgatit shpi, edhe ja kena qu, edhe ka hangër, aty kena këtu poshtu edhe radion, se a ishte i kyqër, edhe nuk ishte dhe më thëmë tradicional bashkështu, po kishte edhe vizionet dhe pakës më të largët, për çështjen e muslimanëve interesante, e më kujtohet atëherë, më thënë si fëmi, Radio Londrën e ndëgjonte, dhe më thënë lejmet, edhe kështu për botën islame në përgjithësi. Pashtu këtu kemi edhe një fotografi, dhe më thonë një lev, që jo se këtë gjitha nxënësit hafizet që në këtu, po që ato që kanë ndodhë atëherë, dhe më thonë janë nxënësit të cilat e kanë kry kretë hivzin, këtu kemi edhe disa që tash mosha e tyre është 50 veçare, apo më tepër se 50 e kusur veçare. Këtu është edhe vllau i cili i ka ndihmu vazhdimisht prindit babës. Kemi këtu edhe një foto tjetër më e vjetër, edhe këtu është një rast
ku mërhum është bë ki Hafizi, por nuk ka kry të prindim, atër prindim është të qëshki, këto do thënë në Mulla Mahmudi, këto është të qëshki, ndërsa këtu jam une, si i vogël, dhe më thonë, ka marrë mu, se e kishtë atë vizion, dhe më thonë, kur kishtë organizime fetare, që të mëzitja dhe mu, që edhe une, dhe më thonë, të hecë rrugës të ti, merte me vete, edhe këtu e kemi Havës Musën, të gjitha gati se janë bërë rahmetli, këtu e kemi Havës e Jupin, këtu është një hoqë Tajedin Efendi, qytetari vjetër, dhe më thonë, në xhamin e madhe ka qenë imam, po ashtu e kemi këtu Havës Haliti. Havës Haliti, unë mund të tregu e parat, dhe më thonë, besimtar i denjë, me të vërtet. Besimtar që nuk unë pandu një rallë mund shofësh, o gjallarë të cilët e kanë pas këtë përkushtim dhe Allahu Zëreshanu. Ki, kur bënd të hatme, përfundimin e Kuranit, kërë bëshin nëzasit e ti, paramendoni prej fillimit deri në fund, vetëm qante, jo për të pa njerëzit, a i veç më zemrën e kishte e mbushur kreti manë. Edhe nga përkushtimi, nga ato fjallë që nëzasit e ti i thonin, a i vetëm qante, që ki Havës Aliti. Po ashtu këto e kina dhe Havës Selmani. Havës Selmani i Reqicës, edhe ki ka qenë për o zhëllarve dhe më thënë të njohur, që ka kontribu në shoqërinë islame. Po ashtu kina dhe disa tjerë dhe më thënë xhematli, gati se shumë isa këto që janë këto dhe më thënë kanë qenë ose hoqëllar ose aktivista. Dhe më thënë rallë në një për atyre nuk ka qenë. Dhe më thënë, veçmo gati kur e ka ndru jetën, jetën e ka ndru më 21 qershor të vitit 2021. Dhe më thënë, ka qenë afer, ka 6, ka fillu, dhe më thënë, deri ka 6-15, dhe më thënë, ndru jetë, rahmetullahi alej. Këtu kemi, e kini barasesh, hoxha është, dhe më thënë, ka qenë prej gjeneratës më të vjetër, pra ka mbajtë edhe bres. Dhe më thonë, normal sidomos për kushtet ku ka ndajtë tanë ditën, ka qenë, dhe më thonë, vështirë shumë, sidomos dimrit. Dimri ka qenë, dhe më thonë, i ashpra, dimrat ashpra kishte, edhe mafil. Mafili ka, dhe më thonë, edhe kështu dalje për në xhamin, dhe më thonë, pite xhami e Pashës, mund të shofësh poshtë, dhe më thonë, në xhamin, edhe ati, dhe më thonë, përmaj i mathu pofte. Edhe dritarët prej vjetrave frishin e disa, nga të gjitha anët frishin. Por aj, dhe më thonë, nuk e shigjante atë punë. Dhe më thonë, nuk shigjante se a kom kushte, a nuk kom kushte. Qëto kushte që i kishte, në qëto, dhe më thonë, mundohaj të vepronte këtu, e keni parasysh, dhe më thonë, robat e hoxhës, ora, dhe më thonë, pjetimi orave të vjetrave, mbante këto, dhe më thonë, të jeleku, e mbante. Këto e kina syzat të cilat i ka përdorë, dhe në fund, dhe më thonë, këto. Pas të i kemi edhe, qëto, dhe më thonë, poshtë bluzat, edhe kjo është e kaputin dimri që e mbante. Kaputin dimrit, edhe interesant është se ai mërdhifte shumë. E një njeri që mërdhifën shumë, edhe ta duroje një gjë të tillë, kur vjen të shtëpi, normal do të thonë e ndërshim kuftorin shumë edhe afër kuftorit kitë, atë nuk e interesante. Këto mestet e keni parasysh, do të thonë meste, edhe i kanë ndihmu shumë mestet, në kohën e fundit edhe këto këpusat, edhe nuk kishtë më mundësi që edhe ti veshe, ti mbadhja ashtu si duhet, vetëm i veshte kështu, edhe vazhdojnë të punën, gjypja. Tu kemi në 2014, ftohet nga një shoqat botërore në Gjide që ka qenë me emër ndryshe tash, e kanë emrin ndryshe, e kanë ndryshu, Hejetul Alemije li Tahfidhul Kur'an Kerim. O konë në Gjide, edhe atë e thirën, edhe e ka marrët një dhurat për mbretit, edhe prej asaj shoqate botërore, dhe më thanë, ajo ka qenë shoqat botërore për hifzin e Kuranit në krejt botën. Edhe ka pas, dhe më thanë, qasin afërsisht në të gjithë botën,
me lidhur me ata personat të cilët janë marrë me hifz. E merr si këtu të shkruan domethënë Far'a afdal muallim lil Quran al Karim الشيخ حافظ محمود أصلاني جمهورية مقدونيا. domethënë si mualimi më i mirë është zgjedhur domethënë edhe ato u intereson se jam kanë bashkë me hoxhën atëherë u vinte interesant si mundet një person domethënë të nxjerr vetëm hafizat domethënë të cilët të diplomuam 199. Gjatë gjithë jetës së tij, 199 ato edhe pas kanë vazhdu disa të cilët domethënë janë kanë ka fundi, vetëm se ai duke qenë present, kështu do 199 u ban edhe ato u habiqë si mundet një person të nxjerrë këto. Po normal domethënë fal asaj devotshmërisë që e ka pas edhe suksesi që Allah Zhveshanuhu ja ka dhënë për hir të përkushtimit, edhe pse nuk ka pas kushte, domethënë të nevojshme, të mjaftueshme. Edhe e merr domethënë dhuratën si prej kjo shoqat ka qenë domethënë e Rabitatul Alam Islami. E Rabitës, domethënë lidhja botërore islame që ekziston normal Rabita ende, ndërsa shoqata tash ka marrë qëtër emër. Kjo është, këto nalë të kemi e thonë si vërtetim, se në atë ko është dash pa tjetër për me qenë njeriu i mundshëm që të bëje vajzë apo mualim të jetë, pa tjetër duhet këtë se domethënë si një ijaze. E këtë e ka dhënë Bashkia Islame. Edhe hoxhallarët të rallë kanë qenë ata të cilët janë nështru, shumë pak janë kanë, edhe janë nështru për shembull këtij provimit ku Jasia Shefli ka pas učenja vë Kur'an, domethënë leximi i Kur'anit, akaid, fik, ahlak, histori islame, imamet, e drejta e statusit të Bashkisë Islame, gjuha arabe, gjuha maqedone, matematika, shumë interesant, matematika në kanë pas, pastaj historia, geografia, edhe kështu me radhë, edhe ustavi, edhe më thënë i Jugoslavisë, edhe atë do më thënë është desh të dije. E kryesore, do më thënë, ka dhorë provim për një gjithë tillë, edhe ka kalu, edhe me këtë që mundësu pastaj prej anës Bashkisë Islame që tjetë, më thënë, si mualim apo si imam. Këtu kemi disa dekorata të cilët të ndryshme, këto e kena prej disa pushtetarve të Turqisë, qeverisë turke, ato dhe më thënë një kanë dhuru, vetëm se mund thush se gati se mjavët kanë ardhë dhe kanë vizitu. Atë shumë, dhe më thënë e kanë vizitu, sidomos Davutoglu, po edhe Erdogani. Po Davutoglu, protokollin që e kishte, shënum e prishte kur vinte të baba, të hoxha, edhe dhe ullet edhe bisedojshin. Për normal, për problemet e muslimanëve në përgjithësi, edhe ai u shprehte se unë vetëm në këtë vend e ndjej vetën, dhe më thënë, shpirtri shumë të lumtur, edhe shumë, dhe më thënë, i qetë, Davutoglu. Normal, dhe më thënë, edhe Erdogani ja kanë, vetëm se ne momentalisht kena disa, ende nuk e kena plotësu si duhet. Këto është e Kurani, me këtë më tepër, dhe më thënë, lexonte, po me këtë Kurani lexonte edhe nëna ime ka lexuar më para, edhe hoxha lexonte, edhe më tepër e lexonte Jasinin, normal, përveç asaj që e lexonte në lexim të rregull, edhe çati dhe më thënë, e kena ka ngele, jo. Edhe disa prej komunës Tetovës, të pashtu kina këtu, edhe kjo, komunë Tetovës. Kjo është e prej Rej Sulemans, Regjepit, dhe më thënë, zotën më fejs, po. Edhe kështu, kjo është e qalma e hoxhës. Normal, dhe më thënë, ishte prej trallëve hoxhallar të cilët, dhe më thënë, normal, ma herët nuk e kanë hikë, nuk e kanë zirë. Dhe më hoxhallarët, vazhdimisht kanë ecë, por ki
është për atyre që gati se në fund mbet I vetmi që me qalë në heste. Edhe ku kemi qenë, do më thonë edhe në Arabi, edhe në Turqi, edhe këtu mund të përmendim. I në kanë thirur në herë dhe në kuvendin e Turqis, në Ankara, edhe aty, do më thonë, kishtë mbledhje Erdogani. Erdogani atër ishte kryeministër. Edhe për herë të parë, Hoxha është që ka hi me shaz. Sa që ndalohet, do të ka qenë ndalume, e dini, e keni parasisht. Edhe ende, do të thonë, ligjërisht, do shta, ende vazhdo në tjetë ashtu. Edhe atë kishte normal, do të thonë, prej partive të ndryshme. Edhe kur e parë, fillun, do të thonë, të reagojnë negativisht. Disa prej ative partive, keni parasisht. Edhe ndejt ashtu të më thënë me shalë, pas taj më bas një kohë I thashur, a ka mundësi, a e më bante vazhdimisht edhe kapuqin me vete. Edhe pas taj thash, hiqë, nëzire këtë qalën edhe e vëndoj kapuqin edhe vazhdojnë. Se reagimi math ishte. Këto është, në më thënë, vendi ku Hoxha ka pushu, po edhe I ka mësu. Me këte aty, do më thënë, ka qenë edhe kjo. Interesant është, do më thënë, se Hoxha, kur lodhej, normal, do më thënë, në kejlulen që I thonë, pas dite, ndoshta ke një gjysë ore, apo pak më tepër, do më thënë, e bënte një pushim. Ashtu, do më thënë, edhe ama duke qenë talebet për para ate. Talebet, këto për para janë ullë, edhe presen, do më thënë, normal, të thonë dersin. Pse e ka përdor këtë? Këtë e ka përdor, normal, do më thonë, se a I në shpinu ka ardhë. Do më thonë, tonë ditën e ka kalu, edhe normal, do më thonë, ka pas levojnë dhe njëherë, do më thonë, të pushoje këto të kjo. Këtë ja ka ofroni në zanës, me tini, do më thonë, do shte e dini me tini, nafës me tini, edhe ajë, do më thonë, ja ka ofru që të mund të pushoje. Këto e kina rahle, ne I kina thonë rahle. Nëse afroni ka merë më tepër, dhe shifni se është shumë e vizatume, apo me lapsat të ndryshme, do thonë nëzanëse që janë ullë. Zakonisht e ka pas, dhe më thonë, 3 nëzanës janë ullë këto. Që mos humbin ka, I ti thotë për shumë të eja, ka ardhë me kohate. Njëni këtu që është ma afer, e thotë dirësi, tjetëri, më njerë, sa të kryje ki, të filloj qetri, hazër, ja të më thonë, ti thote eja, edhe të humbje ka. Pas taj, kuptohet të di shkojnë, vëjnë ki I treti, edhe lezon, ndërka vëjnë ato qerat, që duhet të thonë, edhe kështu me radhë. Këtu kemi një vakëfname, lev vakëfname, që ka të bëj me ktebin afër xhamis. Do më thonë, mund të thua se një parafërsisht 10 vita që ashtu parafërsisht, do më thonë, para se të ndroj jetë, vinë të Hoxha, ato vazhdimisht kur kanë ardhë, kanë parë, do më thonë, ftofti madh, kushte jo, as kushtet elementare, paramendoni më falin shprehje, edhe banjo nuk ka pas. Një afër një komshia të më thonë, ja ka dhënë qesin që të shërbehet, paramendon, do më thonë, se xhamia, do më thonë, nuk e ka pas. Edhe vëjnë edhe I thonë, o që Efendi, qka ka nevoj, qka ke nevoj, për qka ke nevoj? Ai asë njëherë nuk ka thonë se kom nevoj për ketë, ose për qartë. Asë njëherë. Ja, për shemë edhe kjo, në më thënë, qendra e hifzit, apo mezhlisi këto ko është, në më thënë, këtë qendër, nuk e ka thonë drejt për drejtit të thote se ndihmoni diçka asë njëherë. Po, normal, në më thonë, ata kur e kanë pasë, që ka bo Hoxha, inshallah më shpesë se atë që ka bo Hoxha e vazhdojnë edhe gjemët e ti, se e kom edhe vëllau, në më thonë, I cili është të xhami, me ktebi I xhamis, e kresëre t'i kthejme kësaj, vina dhe I thonë, qa ke nevoj? Thot, nuk kam kur gjo, asë, gjitha gjo e kam në regu. Edhe ne insistum që të thote, bërëm një mekteb, të ndërtojnë t'i kese kushtet elementare, edhe
Spaku banjën të kese. Edhe ato jashtë këtu shkruan, do të thënë në gjuhën turke, mundet pastaj edhe të afroje me kamerë. Në përgjithësi, edhe ato e marrën përsipër një grup biznismenash, edhe thonë këto e përmenë, do më thënë se ne, kur erdhën të hoxha edhe pytëm çka ka nevojë, tha se, do më thënë, një vend një mekteb, ku do të mësojnë, do të vazhdoje hifzi. Edhe, thot ne e ndërtu, edhe e lam vakf, do më thënë me goj, e lam që këtu në atë vend mos mësohet, aso mos përdoret për asgjë, jashtë ase për Hoxhën Molla Mahmud Efendiun dhe për hifz, do të thënë për mësimin e Kuranit. Edhe për diçka tjetër mos shfrytëzohet. Shkruan atë, mos shfrytëzohet. Tash jemi do të thënë në pjesën e vajzave. Në pjesën e vajzave kena këtu do të thënë klasa e mësimbesimit për të rritur për gra. Këtu e kemi mesxhidin e vajzave, do të thënë gjatë kohën namazit, këtu do të thënë bëhet falja. Këtu e kemi klasa e hifzit për vajza, kuptohet, ina në këtë. Edhe këtu mund të him edhe të shifni. Kjo është klasa e hifzit për vajzat, për hifz, do të thënë mësim besimin, edhe këto është në përgjithësi që i shihni janë, do të thënë për hifz. Edhe këtu kena e përmendëm se ne kena të ndahme, por momentalisht ende do të thënë nuk kena mund të ndajmë. Këto janë do të thënë djemë të cilët janë për hifz. Ja, ai çati është, do të thënë i thonë në 16 ndevër. Do të thënë 16 ndevër, do të thënë i kanë mbet edhe 4 edhe kryin hifzin. Këto do të thënë kena disa që e kanë kry, edhe kjo është do të thënë duke e kry pavarësisht, edhe do të tjera, ai tjetër i ka kry, hafiz është. Kështu, do të thënë normal disa vinë para dite, disa mbas dite, to është klasa e kurseve të ndryshme. Vlen të përmendim se ndër kurset tjera kena edhe kursin për matematikën. Interesant është se në matematikë, do të thënë, janë paraqit më shumë se 90 e kusur fëmijë. Do të thënë djema dhe vajza normal ka interesim më shumë prej këtë kurseve, do të thënë të anglishtës apo të arabishtës apo të kurseve tjera të ndryshme. Këtu kemi edhe për fëmijët, e shërben do të thënë kjo klasë, dhe për fëmijët janë, do të thënë prej klasës të parë e deri në 5-ën, e pastaj prej 5-ës e deri në 9-ën që i thënë atash ne, për mësim besim.